Skemat mbështetëse në bujqësi dhe blegtori do të jenë të hapura deri më 30 maj të këtij viti. Paralelisht aplikimet po vijojnë edhe për skemën e naftës, por edhe për skemat e tjera të mbështetjes së blegtorisë. Pagesë për gjedhët të matrikulluar për gjedhën në vlerën 10.000 lekë krerë, mbështjera dhe deri në 5.000 lekë për krerë përviçar. Pagesë në vlerën deri 12.000 lekë për tufën bazë matrikulluar, kafsha riproduce, mbashtim blegtorisë në vlerën 10.000 lekë për zgjuar, pagesë në vlerën 200.000 lekë për hektar për kultivimin e perimeve, pagesë për kultivimin e bijeve mjekësore, ferma organike, për certifikimin e Global GAP dhe pagesë mbështetje për naftë për minimet e mekanizuar në bujqësi. Përgjegjësi i sektorit të bujqësisë në Vlorë, Fejzi Nezha, fton fermerët të aplikojnë pranë zyrave të Agjencisë Rajonale të Veterinarisë dhe zyrës së bujqësisë. Që i ftojnë fermerët e gjithë, të vinë të aplikojnë pranë zyrave tona. Ne kemi afishuar dhe kemi bërësia dhe në përvjes specialistëve tanë në gjitha njësitë administrative që mbulojmë ne, dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar. Pyetjes nëse aplikimi për skemat mbështetëse të fermerëve dhe blegtorëve në këto momente bëhen për qëllime elektorale, duke qenë se jemi në fushat zgjedhore, Nezha jep këtë përgjigje. Ky ishte një vendim qeverie, si zakonisht është bërë çdo vit. Kjo ka qenë periudha më e volitshme pasi fermerët në këtë sezon kanë dhe ushtojnë aktivitetin e tyre bujqësor dhe blegtora dhe ishte domosdoshme. Është bërë, u thashë një në bazë të vendimit të qeverisë numër 150 datë 6/3/2025 dhe udhëzimit numër 14 datë 23/8/2025. Nuk bëhen selektive, fermerët paraqiten jo të përzgjedhur, vinë aplikojnë, marrin shërbimin, largohen.